Përshëndetje, një sqarim për shoferët fillestor, sidomos për femrat edhe për këto kjerat e reja, se I poshtë edhe do mekanika që kishin komentu, do më thënë sikur ajo femra. Dëgjoni çka ka thënë, jo përgjigjem në fund videos. Po du m'ja u tregu një ngjarje që më ka ndodhur hiç më larg se një 3 ditë. Edhe arsyeja pse po du me tregu çit ngjarje është po du me ditë a kam pa gabim, a është realisht edhe mbas ligjit që ashtu. Jam konë të shku për Ferizaj, rrugës dikon ka Vitia, edhe po më nalë policia. Unë nuk e kam shprehi, dhe me thonë, unë I respektoj shumë rregullat e komunikacionit, nuk kam dënimin ashta, I kam krejt dy dënime që sa vozite, edhe po më nalë policia, dhe unë po nalë në dita që s'kam ku gjoj, ledh t'kesh, shpejtësinë e pata, tamam, krejt gjithë shka kesh në rregull. Edhe çka do me më pas lyp, I kum pas në vetur. Edhe po ma bën ai polici nderum tha, a bën tha patent shoferën lejën e qarkullimit, thash po. Pe hap edhe po ma bën tha pse si ke dhëz dritat. Ç'po mendon thash pse si kum dhëz dritat, thash kyri është automatik edhe në momentin që e dhezi kyrin thash I dhezën edhe dritat. Tha jo, tha nuk janë të dhezura. Thash a bën me dal me po dal pe shqype kyri dritat edhe asta po pak a din ajo pjesa kur ti kanë këto kjerët automatike që kur ti bjen dielle, ato që shkojnë tu dobsu pak. Thash, nuk e di tash për shka e keni fjallën edhe çështja ishte që isha përngut se kishke mua një tërmend për te doktore edhe nuk kisha shumë komunal. Thash, se di tash shumë sefte, thash jem të një, thash nuk e di për shka e keni fjallën, tha, selja atë rotën, pja sili rotën, tash pidhezën ajo pjesa ajo automatik, tani është munal edhe I dhezën pak ma shumë. Tha që tash u dhazën ma shumë, thash, këtë është në rregull, thash, për që u dhazën ma shumë, ama thash, kjerë, thash, është drita që I dhezën automatik. Tash dritat nuk I pat shumë kerri, tash dritat I pat dhes, po pak ma të zbeta, do me thonë se I bjen djele. Po ma bën pyetjen tjetër, tha, ku I ki tha dritat e mjegullës. Edhe unë veç me I tha të e këshyr, çfarë dritat mjegullës, se ishke kua qështë, ti për dil. Thec fola, thash. A tha, nejse tha, ky tha dritat e kerrit, tha I ka, dritat e mjegullës tha I ka për mbrapa, thash. Po thash, po ndodh me rast se thash ato ndezën automatik. Zën e kerrit pja e jap ti policie tjetër që kanë kar. Por më shru dënimin. Edhe tu ma shruaj mu dënimin, thash, unë thash kur mjet, thash, ka do që kum shku me qit vetur, sefte, thash, prej uve më ndodhe, thash me më dënu, që kerrit I dhezën dritat automatik, dhe me thonë nuk I pat shumë. Edhe veç e ku marrë dënimin se isha përngut edhe nuk isha shumë ko me këshu që ka shru. Edhe veç pja boj mami, thash, a veç këshu që ka shru aty e kish pas shkru, pa drita të shkurta. Dhe me thonë dënimi është pa drita të shkurta. Unë veç qëm të diskutu se dënimin e kum pagu, shumë ako 20 euro, kum pagu 10 euro, ama po du me dit prej juve që e shifni qëtë video, a ka drejt për tjera her, a ka drejt një polec me dënu nëse dritat I dhezën automatik kerrit, edhe do më thonë nuk I ka shumë, I ka vetë dritat automatike të kerrit, a ka drejt aj polec ty me dënu. A edhe një shështje tjetër që më ranë sy për s'pata kuas për ata munal. Shumë kere rani nalshen, po njëri prej tymve njën në drit e pat të prishur, nuk e pat dhez heq, edhe nali edhe që ato. Po qa pëdino që ka fëllën, së në isha ato e këshyra tjetën të ma shku dënimin, që ka pëdino që ka fëllën, po ato e lëshaj, dhe me thonë nuk e ndali heq, e lëshaj a I shkaj. A one që I pata gjithë... Pro, kjo akon me drita automatike. Dritët automatike t'ju tregoj çka shërbejnë. Dritët automatike kanë dalë para se me obligu në gjitha shtetet me mojt dritët dhez. Mos gabofsha para 4 vjetë dikun, është obligative në çdo shtet me mojt dritat dhez. Pra, automatikët, kur janë dalë janë konë, e qenë në automatik, kur bëhet natë, ose fusht është në tunel, dhizën vetë. Mirë po, kjo zoja, kjo akon me drita automatike, po, gjatë ditës dritët automatike fikën. Jënë rastet që të rinë veç pozicionet dhez. Me pozicione, pro, dënohesh. Se nuk shkru në ligj do t'i kesh pozicionet dhez, po do t'i kesh dritat e ditës, ose dritat e shkurta, do t'i kesh dhez. Për mendimin tim, ai policia ka pas shumë me drejt që ka dënu, ka mujt edhe me t'falë, se ke pas diçka të vogël dhez, po nuk kanë qenë dritat dhez. Pra, edhe mirë ka cek në fletën e dënimit që dritat e shkurtra nuk I ki pas dheze. Gjatët s'ki drejt me pas, se për ngosht tjetrin, pozicionet nuk vlejnë. Përse e kanë shua tjetrin, nuk e ka dënu me një sytë shkundën, edhe ato e ka pas me drejt.
se për syt shkundën i pët vrejtje, ose mundesh mi dhanë vrejtje edhe mu lajmëru gjatë 3 ditëve në vijim në polici me syt rregullum. Sepse për syt shkundën nuk i pët dënim, sepse mundet gjatë rrugës me të shkundë ose me të djegë. Pro, besoj që jam i qartë.